Hyrja ishte shkurt, por ishte jashtëzakonisht përmbledhëse dhe sakt, sepse ato pak a shumë janë edhe të reja që dalin nga exit pollet, të cilat filluan të publikohen që me mbylljen e kutive të votimit në orën 19. Ajo që ka fillimisht duhet të veçojmë është se në dallim me zgjedhjet nacionale të nënshkurtit, pjesëmarrja në këto zgjedhje ka qenë dukshëm me e ulët, por ka qenë pak a shumë në nivel të ngjashëm, për të mos thënë të njëjtë, me pjesëmarrjen që ka qenë 4 vite më parë, pra në zgjedhjet të njëjta lokale. Exit pollet realisht ishin të befasishme për 2 ose 3 komuna, mund të themi, deri me tani nga çka po shihet. Befasi patjetër që në një farë mënyrë ishte Prishtina, sepse flasim sipas të gjitha exit polleve për një garë jashtëzakonisht të ngushtë, një garë që nxjerr të parin kreun e LDK-s në Prishtinë dhe kryetarin e Prishtinës, pra majorin Përparim Rama, në raport me kandidatin e vetëvendosjes dhe me Uran Ismailin, që qëndrojnë shumë afër njëri tjetrit për vendin e dytë. Një surprizë, Shkodran, një surprizë për sa i përket emrit Përparim Ramës, duke qenë se në bisedat së bashku kemi trajtuar shpeshherë dhe problematika që lidhen me Prishtinën apo shqetësim të vetë qytetarëve. Po, ka qenë pak surprizë renditja e tij si i pari, për shkak se ai në 2021 është bërë kryetar prej vendit të dytë, pra. Në raundin e dytë ai ka shku si i dyti dhe ka përmbysur rezultatin falë dhe votës sigurisht nga ana e elektoratit Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe realisht shumë sondazhe që janë përfolur nuk e kam para pa zotin Rama si të parin në zgjedhje, por ishte rezultat befasues dhe distanca e madhe të paktën sipas exit pollave me vendin e dytë, në këtë rast me zotin Hajrullah Qeko. Por më shumë se sa Prishtina, surprizë ishte Mitrovica.